Vëllezërit e mi muslimanë dhe motra besimtare, ditën që ne ndam fen nga jeta jonë dhe e kufizum fen vetëm brenda mureve të xhamisë, fal namazin edhe kur dalësh nga xhamia pastaj s'ke lidhje më me këtë punë, subhanallah. Kjo ishte vrasja më e madhe që mund t'i bëjë dikush besimit. Ky ishte atentati më i madh që mund t'i bëhet besimit. Besimi jonë është jetë. Besimi jonë po nuk u jetun jetën e përditshme, pra në çdo aspekt tjetër nuk shijohet, edhe nuk kuptohet. Nuk e shijon dot të ëmbëlsinë e tij nëse ti nuk jeton si musliman ashtu siç duhet, pra. Jo vetëm brenda mureve të xhamisë, edhe pastaj sa dalësh për jashtë nuk ke lidhje më me këtë punë dhe nuk ke asnjë shenjë nga Islami dhe nga besimi yt, subhanallah. Besimi është në çdo kohë dhe në çdo vend. Ai manifestohet me mirësinë e shpirtit edhe të moralit dhe të veprave të bukura ndaj Zotit xheleshanu, po edhe ndaj të tjerëve. Ky është besimi edhe devotshmëria. Devotshmëria në fshehtësi është shenjë besimit të plot. Kur ta shohësh një njeri që edhe në dukshmen edhe në padukshmen e tij mundohet të jetë i devotshëm, atëherë dije se kjo është shenjë besimit të plot. Ajo e zgjeron kraharorin e njeriu, e ndriçon fytyrën e tij, tërheq me vete dashurinë e Allahut dhe dashurinë e krijesave dhe i qetëson mendjen edhe shpirtin atij njeriu pra që mundohet që ta veprojë.